Përshëndetje miq, ju përshëndes unë Mimoza Elezi. Vazhdojmë me leximin e kanunit të Labërisë. Deri tani kemi parë 7 kapituj dhe në 7 kapituj kemi parë 76 nene. Sot do të vazhdojmë me kapitullin e 8 me nenën e 77 dhe në kapitullin e 8 në nenën e 77 do të shikojmë kuvendet. Pra, kuvendi ka qenë parlamenti asaj kohe që kanë marrë vendimet për gjithçka. Do të shikojmë funksionin e kuvendit sepse kanunet gjatë gjithë historisë kanë qenë rregulla, kanë qenë kushtetutat, sepse në ato kohë nuk ishin rregullat dhe kushtetutat e shtetit dhe funksiononte kanuni dhe me ardhjen e imperatorisë Osmanlie në shumë vende funksiononte kanuni, por në shumë vende të tjera ato vuan ligjet e shariatit. Edhe në këtë libër, në librin e kanunit të Labërisë, përmendet se si vepronte shariati në ato kohë. Ai që vidhte i pritej dora, ai që bënte një faj mbas faj që ishte merrte dënimin e përshtatshëm etj. Sot pra vazhdojmë me kapitullin e 8 me nenin 77 dhe jemi me kuvendet. Si fillim në nenin 77 të kapitullit të 8 do të shikojmë kuptimin e kuvendit. Kuvendi, çfarë është kuvendi? Kuvendi është organizmi më i lartë i vetë qeverisjes vendore, i përbërë nga një burrë për çdo shtëpi, parësia, kapetanet e vegjëlia dhe djaleria. Kuvendi ushtron veprimtari ligjvënëse për vendosjen e normave të së drejtës zakonore, shtesave të ndryshme apo shfuqizim të tyre. Kuvendi ushtron veprimtari zbatuese, e rregulluese dhe merr masa të gjithanshme për sigurinë, vetëmbrojtjen, rendin, për problemet ekonomike, shoqërore dhe ndihmën të njerëzve me nevojë. Kuvendi ushtron veprimtari gjyqësore dhe merr vendime deri në dënim me vdekje për krime të rënda të parashikuara në kanun. Neni 78, llojet e kuvendeve. Njihen këtë lloj kuvendesh: kuvendi i fshatit, pra i katundit, kuvendi i krahinës, pra i vilajetit, kuvendi ndërkrahinor. Këtu për sa i përket kuvendeve kemi edhe një shënim. Në kohë të hershme kuvendi ishte mbledhje e përgjithshme e burrave me të drejta të barabarta. Në kohë të vona, sidomos në shekullin e 17 dhe 18, me thelimin e diferencës ekonomike shoqërore të bashkësisë në mjaft zona të Labërisë, anëtare kryesor të kuvendit u bënë agallar, bejler, parasia e vendit pra. Më ndryshe qëndronte gjendja në Kurveleshën në Himare, ku nuk kishte agallar e bejler. Kuvendet ruajtën më gjatë karakterin e tyre të demokracisë fisnore, por natyrisht jo me atë përbërje. Neni 79, kuvendi i burrave të fshatit, pra të katundit. Kuvendi i burrave të fshatit përbëhet nga një burrë për çdo shtëpi. Pjesëmarrësit, palësia, kapetanet, vegjëlia kanë të drejta të barabarta. Kuvendi i burrave të fshatit nuk është organizëm që vepron vazhdimisht e i qëndrueshëm, por mblidhet her pas here. Kur paraqitet nevoja me thirrjen e këshillit të pleqjve ose me nismen e tij dhe ushtron veprimtarinë e tij në bazë të kanunit dhe traditës popullore. Neni 80, të drejtat e kuvendit të burrave të fshatit. Kuvendi i burrave të fshatit ka të drejtë të marrë në shqyrtim e të vendosë për çështjen me rëndësi të veçantë e me karakter të përgjithshëm që kanë të bëjnë me sigurinë e rendit e të qetësisë së fshatit, me organizimin për luftë kundër armikut, me beselidhje e pajtim të hasmërive, për vendosjen e ndonjë norme të re zakonore ose ndryshimin e normave të vjetra dhe zëvendësimin me të reja, për parandalimin e konflikteve të vetëgjyqësisë e të hakmarrjes personale. Kuvendi i burrave të fshatit, kur e shet të nevojshme para se të marrë vendim për çështje të një rëndësie të veçantë, ka të drejtë të kërkojë thirrjen e mbledhjes së përgjithshme të fshat. Vendimet e kuvendit të burrave të fshat bazohen në kanun dhe janë të detyrueshëm për të zbatuar nga e gjithë bashkësia e fshatit dhe çdo pjesëtar i saj. Ndaj personit, burrit që nuk zbaton ose kundërshton vendimin merr masa ndërshkruese të parashikuara në kanun me gjob ose me bojkotim apo me dëbim për një afat të caktuar ose përgjithmonë. Për krimet tepër të rënda e të parashikuara në kanun ka të drejtë të vendosë edhe dënimin me vdekje, pra vrasje fshatçe. Neni 81, mbledhja e përgjithshme e fshatit. Mbledhja e përgjithshme e fshatit, gjyvari, përbëhet nga palësia, kapetanët, vegjëlia dhe djaleria nga të gjithë burrat e fshatit. Në mbledhjen e përgjithshme të fshatit nuk marrin pjesë gratë dhe vajzat e pamartuara. Pra, vajzat dhe gratë e martuara mund të marrin pjesë. Mbledhja e përgjithshme e fshatit nuk është organizëm shoqëror i përhershëm e i vazhdueshëm, por mbahet kur thirret nga kuvendi i burrave në raste të veçanta. Mbledhja e përgjithshme e fshatit merr në shqyrtim çështjen me karakter të rëndësishëm e të përgjithshëm që shtrohen për diskutim nga kuvendi i burrave, si ato të luftës, të vetëmbrojtjes, të sigurisë, masa me karakter ekonomik, çelje rrugësh, sigurimin e burimeve ujore e tjerë, dhe shfaq mendimin për vendimet me dënim me vdekje për krime të parashikuara në kanun, si tradhti, spioni, vrasjen e mikut. Të gjithë pjesëmarrësit në mbledhje të përgjithshme kanë të drejtë të shprehin fjalën e lirë dhe me mençuri e urtësi të shfaqin
mendimin e tyre për çështjet që diskutohen dhe t'i pranojnë ose kundërshtojnë vendimet e kuvendit të burrave, por duke respektuar nderin e dinitetit të njeriu tjetër. Mbledhja e përgjithshme vendos njerëzit ose me shumicë të mbështesë ose jo vendimet të kuvendit të burrave të barazuara në kanun. Neni 82. Kuvendi i burrave të Krahinës. Kuvendi i burrave të Krahinës, vilajetit, përbëhet nga një ose dy përfaqësues, burra zakonit të shquar. Si rregull, parësia nga çdo fshat i Krahinës, Kuvendi i burrave të Krahinës nuk është organizëm i përhershëm e i qëndrueshëm dhe pjesëmarrësit e tij nuk janë të pazëvendësueshëm e të trashëgueshëm, por mblidhen me kërkesë të një ose disa fshatrave në raste të veçanta dhe ushtron veprimtarinë e tij në bazë të kanunit e të traditës popullore. Neni 83. Të drejtat e Kuvendit të burrave të Krahinës. Kuvendi i burrave të Krahinës ka të drejtë të shqyrtojë të vendosë për çështje me rëndësi të veçantë e me interes të përbashkët si për rendin e sigurinë, vetëmbrojtjen e Krahinës, për parandalimin, beselidhjet dhe pajtimin e hasmërive e konflikteve, të vetëgjyqësisë e hakmarrjes midis fshatrave të ndryshme brenda saj, për zgjedhjen me drejtësi të konflikteve, për kufi i tokash ose të maleve si edhe masat për vendosjen e normave të reja zakonore ose ndryshimin e vendosimit e normave të vjetëruara me norma të reja. Në çdo rast, veprimtaria e Kuvendit për zgjedhjen e çdo çështje apo konflikti bazohet në kanun dhe në drejtësi popullore. Këtu ka një shënim. Kuvendi i burrave të Krahinës është mbajtur në Gusmar, pra të Kurveleshit, në vitin 1921. Për pajtimin e hasmërive, edhe Kuvendi i burrave të Krahinës gradualisht ndryshoi përbërjen e tij, sepse vendet kryesore u zun nga përfaqësuesit e parësisë të gallarëve të bejlerëve. Megjithatë, në Kurveleshën e Himare, përbërja dhe demokracia në kuvend nuk pësoi dyshime thelbësore. Neni 84. Kuvendi i burrave ndërkrahinor. Kuvendi ndërkrahinor përbëhet nga një ose disa burra zakonit të shquar, si rregull, pra nga parësia të njohur botërisht nga çdo krahinë. Kuvendi ndërkrahinor e ushtron veprimtarinë e tij në bazë të kanunit në raste të jashtëzakonshme për zgjedhjen e çështjeve me rëndësi të veçantë dhe në karakter të përgjithshëm. Ai nuk është organizëm i përhershëm e i qëndrueshëm dhe pjesëmarrësit e tij nuk janë të pazëvendësueshëm e të trashëgueshëm. Neni 85. Të drejtat e Kuvendit të burrave ndërkrahinor. Kuvendi i burrave ndërkrahinor merr në shqyrtim dhe vendos për çështjen e luftës, të sigurisë dhe të vetëmbrojtjes apo të beselidhjes. Kuvendi i burrave ndërkrahinor ka të drejtë të bëjë shtesa e ndryshime në kanun, të zëvendësojë normat e vjetra me të reja ose të shfuqizojë ato. Kuvendi i burrave ndërkrahinor merr vendime për parandalimin e vrasjeve, për hakmarrje si edhe për pajtimin e hasmërive midis fshatrave apo krahinave të ndryshme. Shqyrtimi i çështjes dhe marrja e vendimeve bëhet në bazë të rregullave të parashikuara në kanun. Vendimet e Kuvendit të burrave ndërkrahinor janë të detyrueshme për të zbatuar nga pjesëmarrësit në kuvend. Neni 86. Të drejtat dhe detyrat e pjesëmarrësve në kuvend. Pjesëmarrësit në kuvend, parësia, vegjëlia dhe djaloria, kur mes pjesës sipas kanunit kanë të gjithë të drejtat e tyre të barabarta. Në kuvend mund të marrin pjesë edhe persona që nuk janë të atij fshati apo krahine, por pa të drejtë në fjalë, vetëm si dëgjues. Ky rregull vepron edhe për shtetasit e huaj që mund të marrin pjesë në kuvend. Këtu kemi edhe një shënim. Kuvendet të burrave ndërkrahinor janë mbajtur në Himare në shekullin e 15, në Mesaplik në vitin 1847, Beselidhja shqiptare në Progronat Kurvelesh në vitin 1846, në Senicë Delvinë të shekullit të 18, në Taroninë Zhulat në shekullin e 18, u bën shtesa të ndryshme të kanunit të Labërisë. Në Kuq, pra Kurvelesh me 28 nëntor 1924, me pjesëmarrje nga Veriu i Shqipërisë, në Kudhës në shekullin 20 me pjesëmarrje nga Bregdeti, Kurveleshi, Lumi i Vlorës, në Cepo të Gjirokastrës në shekullin e 19. Mbledhja e kuvendit hapet dhe drejtohet nga një burr zakoni i shquar, i njohur botërisht si rregull nga parësia dhe më i moshuari. Neni 87. Qëndrimi në kuvend. Në kuvend rritet një trajtë gati rrethore, të gjithë burrat ulen në tokë sipas përkatësisë në krye, parësia e vendit, kapetanët dhe pjesëmarrësit e tjerë me radhë. Gjatë mbledhjes në kuvend, armet vendosen në një vend të caktuar e të sigurtë. Ato as mund të vringëllohen e as të përdoren. Neni 88. Vendet ku mblidhen kuvendet. Kuvendi i burrave mblidhet si rregull afër kishës, xhamisë ose të sheshi apo rapi, alisi apo në odat e kuvendit. Kuvendi i Krahinës mblidhet si rregull në qendër të saj ose në një fshat asnjanas që s'ka lidhje me konfliktin. Kuvendi ndërkrahinor mblidhet në një vend të caktuar të njohur botërisht si qendër kuvendesh. Neni 89. Rendi në kuvend. Drejtuesi i kuvendit, një nga parësia, ka të drejtë të
hapë mbledhjen e kuvendit dhe të njoftoj pjesëmarrësit se cilat çështje do të shqyrtohen. Mbledhja e kuvendit të përgjithshëm zhvillohet sipas një procedure të caktuar. Drejtuesi i kuvendit kujdeset që kuvendi të mbahet në qëtësi në rregull të plotë me dinjitet. Ndalohet rreptësisht përdorimi i fjalëve fyese apo tallëse ndaj tjetrit dhe ndërshkohet me dënime të rënda. Në kuvend secili ka të drejtë të shfaqë lirisht mendimet e tij për çështjen që diskutohen. Zakonisht ata që flasin rrin ulur, por mund të ngrihen edhe në këmbë. Sot në kuvend zihen edhe me vezi hedhën njëri tjetrit me grushta me shqelba dhe nuk arrin zgjidhje dot në kuvendet e shtetit, por në pleqëri këto që kanë arritur në mënyrë sa më të mira. Të gjithë janë të barabartë dhe kuvendojnë me radhë, me rregull, urtësi, pa ndrojtje me dyshje, liria e fjalës, rrahja e mendimeve, siguron marrjen e vendimeve të drejta, zbulohet e vërteta, pa fjalë të lirë zbëhet kuvend. Për këtë kemi edhe një shënim. Për kurveleshin, kuvendit mblidheshin Telisi i Kadhe në Progonat, për lumin e Vlorës, terapin në Mesaplik, për Rëzomën, terapin në Taroninë në Zhulat, për Bregdetin në Himare e tjerë. Kuvendi ndërkrajinor mblidhet edhe në Cepo, pra në Gjirokastër, në vende të tjera të njohura. Mirëkuptimi e respekti për tjetrin sundojnë kudo. Dëgjoj këshillat e të tjerëve dhe gjykimin i jepe me mend. Të gjitha çka ke në kokë nuk thuhen me gojë. Askush nuk ka të drejtë të pres fjalën tjetrit, kushdo mban vendin e rendin e caktuar. Flet kur i vjen radha, peshon fjalën duke përdorur gjuhë të thjeshtë, të urtë e të mençur dhe që udhëhiqet kudoherë nga ndershmëria. Neni 90. Siguria në kuvend. Në kuvend ka sigurinë e mbrojtjes së posaçme nga djalëria e gatshme për të parandaluar çdo të keqe. Çdo pjesëmarrës është i detyruar të respektojë dhe të zbatojë rregullat kanonore dhe mbledhjen e kuvendit. Askush nuk mund të fyejë, shajë, të rahë apo të plagos avrasë tjetër në kuvend as hasmënin e tij, sepse kushdo e të gjithë janë në mbrojtje në dorën e kuvendit. Sikur të vi ku kuvend sot në vend të parlamentit. Neni 91. Ndërshkrimi për prishjen e sigurisë. Kush guxon të kryejë ndonjë veprim që prish sigurinë e kuvendit ose të shajë të pështërojë tjetrin e të plagos atë vras tjetrin në kuvend, dënohet prej tij me dënime të rënda. Vritet menjëherë. Neni 91. Ndërshkrimi për prishjen e sigurisë. Kush guxon të kryejë ndonjë veprim që prish sigurinë e kuvendit ose të shaj atë poshtëroj tjetrin e të plagos atë vras tjetrin në kuvend, dënohet prej tij me dënime të rënda. Vritet menjëherë. Neni 92. Mungesa në kuvend. Burri që mungon në kuvend pa arsye përgjigjet përpara tij, i cili mund ta gjobisë në rast se mungesa shkaktohet për fajin e lajmëtarit. Ky i fundit do të përgjigjet dhe kuvendi mund të dënojë me gjobë. Neni 93. Vendimet e kuvendit. Vendimi në kuvend merret bazuar në kanun, me pëlqimin e të gjithë të pranishmëve. Në raste të veçanta merret me shumicën thjesht e të pranishmëve. Pakica është e detyruar të bindet vendimit të shumicës, asnjë marrëveshje apo vendim tjetër që bie në kundërshtim me kuvendimet të kuvendit të bazuar në kanun nuk merret parasysh dhe nuk mund të zbatohet në praktikë. Neni 94. Vendimi i formës së prerë. Vendimet e kuvendeve të gjitha llojeve janë të formës së prerë dhe të detyrueshëm për të zbatuar. Në rast se në një shtëpi nuk ka marrë pjesë një njeri në mbledhjen e kuvendit, vihet në dieni me anë të lajmësit dhe detyrohet të bindet e të zbatojë vendimin e kuvendit. Për veprat penale, për tradhti ndaj bashkësisë ose shkeljen deri për vrasje të mikut atë personit në mbrojtje në dorën tënde ose për shkeljen e nderit, kuvendi jep dënim me vdekje, vrasje dhe ekzekutohet fshatçe. Neni i fundit i kapitullit 8 është neni 95. Kundërshtimi i vendimit. Kundërshtimi i vendimit të kuvendit dënohet me dënime të rënda, me bojkotim, dëbim të personit ose me gjithë familje për një afat të caktuar ose për gjithmonë ose deri në vdekje në vrasje pra. Pra ky ishte kapitulli 8 ku pamë 97 nene. Në kapitullin 9 do të shikojmë sistemin e gjyqve të pleqëve. Pra si shikojmë kuvendi ka pas efektin dhe ka vepruar siç vepron parlamenti sot. Por në kuvend, si shikojmë, burrat kanë qenë të ndershëm, kanë qenë të zgjuar, kanë vepruar me urtësi, nuk është lejuar grindja, sharja dhe të ndërpritet fjala e tjetrit. Pra ka pasur rregull dhe respekt. Mirupafshim në kapitullin e 9.